Unë me ta dash landën shoqënore, unë me ta dash gjuhën shqipe, e krejt që to ma ndaj fakultet ty ta japin njërin tem. Shkolla nuk është me ta dash. Do me thonë që kjo duhet me usqaru të gjeneratat e reja. Nuk shkohet në shkollë me ta dash. Në shkollë duhet me shku se është obligative e ki ligjore. Unë para 2 jave nuk e di dola ka banesa dhe 2 nxënësa ishin klasën e 9. Me Samete, do me thonë një shpitja e parë me Samete, tha une me 4, tha mu 8, tha dhe s'mi hekën. Hej, a din që veç mu ka rqeth njëherë trupi, edhe me Nova që shko mi u paracit që a i fmi prindit. 8 isha në klasën e 9. E qka tutje? Po veç para prakisht, nëse që a i fmi nuk është konsultu me prindin e vetë, qka prej qasoj familje? Po e nes, aje ka që... Një fmi do të me dit, një prind do të me dit me pas, krejt në regull, veç do të me pas një integritet në raport me fëmijën e vetë. Do të me dit në qfar gjendje është a i fmi. Unë po kam shumë kontakte tash me profesora Besam, thojnë Amber, kanë fillu me hek dorë prej fëmijëve të vetë. Vjen profesori thot, nuk kam ma që ka me i bo. Të mujshit me umarju, me ta mernun, të kundërtën, unë nuk kam ma fuqi mi fëmijën tem. Është këput zingjiri i kujdesit familjar. Po veç edhe qaj profesor nuk ka për qatë lamit saktume. Edhe atina ja pas ka dasht. Pse? Qa me bojt kur prindi hek dorë prej fëmijët? Edukim. Me kush o e nes me eduku? Kurse edukan brezi i pari familjes. E para punës një arsimtar, një profesor është mas pari një psikolog shumë i mirë për qata fëmi. Qa me thonë për asin e këtyne vajzave